Që prej 2 ditësh, sistemi online i gjenjes civile po përballet me probleme që e bëjnë të mos funksionojë. Situata është e njëjtë në të gjithë qarkun Dibër. Burime përmat televizion thanë se aktualisht pas sistem janë zyrët e gjenjes civile në të gjitha njësitë administrative të bashkisë së Matit, të Klosit, Bulqizës dhe Dibrës. Sipas të njëjta burimeve, i njëjti problem aktualisht është edhe në kryeqytet ku qytetarët e kanë të pamundur të marrin shërbime në zyrët e gjenjes civile. Ndërkohë bëhet me dije se problemi i mos funksionimit të këtij sistemi është në drejtorinë e përgjithshme të gjenjes civile, institucion ky në varësi të Ministrisë së Brendshme. Sa kaq, mungesa e marrjes së shërbimeve pranë zyrave të gjenjes civile ka prekur të gjithë ata qytetarë që kanë nevojë të rinovojnë apo të aplikojnë për herë të parë për dokumentet biometrike. Gjithashtu, shqetësim mbetet edhe për emigrantët të cilët shfrytëzojnë kohën e pushimeve dimrore për të marrë pasaporta të reja apo për të regjistruar fëmijët që kanë lindur jashtë Shqipërisë. Problemet me mos funksionimin e sistemit të gjenjes civile janë të shpeshta. Kujtojmë se edhe gjatë stinës së verës sistemi u bllokua prej më shumë se 2 javësh, duke bërë që qytetarët të mos merrin dot shërbimet e nevojshme.